përdorimi i shprehjes Kosova dhe Metohia nga Prokuroria e Hagës ka nxitur reagime të ashpra në Kosovë. Zyrtarët e prokurorisë përdorën këtë shprehje gjatë një intervistimi në vitin 2022. Aso kohë dëshmitari ishte ankuar te avokati i popullit dhe dokumenti u bë publik tani. Një reagim të ashpër e pati nënkryetaria e PDK-s Vlora Çitaku, e cila kërkoi edhe reagim institucional. Përdorimi i termit Kosova dhe Metohia nga ana e prokurorisë së gjykatës speciale nuk është lapsus, as gabim i rastësishëm, është një akt i qëllimshëm, i motivuar politikisht, që përbën jo vetëm një fyerje të rëndë për qytetarët e Republikës së Kosovës, por edhe sfidim i institucioneve dhe shtetit tonë. Ky është një poshtërim, testimi i dinjitetit tonë si shoqëri, institucione dhe shtet. Të gjitha institucionet e Kosovës duhet të reagojnë urgjentisht dhe seriozisht. Heshtja sot është aprovim nesër, dhe nëse heshtim tani, historia nuk do të na e falë, ka shkruar ajo. Reagim të ashpër pati dhe avokati Ardian Bajraktari, i cili ka thënë se Prokuroria e Hagës ka bërë skandal të madh duke përdorur këtë term. Faktet janë tashmë të qarta, ka shumë të tilla. Fakti se procesi gjyqësor në dhomat e specializuara ishte i manipuluar me prova nga shteti serb ka qenë diçka që e kemi thënë në vazhdimsi. Këto fakte po dalin sheshi, gjithnjë e më shumë, në mesin e të cilave dëshmohet me dokumentet e kësaj gjykate ku i referohet Kosovës, ashtu siç i referohet vetëm Serbia. Manipulimi dhe mungesa e profesionalizmit ka një emërues të përbashkët, gjejeni, thuhet në postimin e Bajraktarit. Ndërkohë analisti Ilir Mirena tha se gjykata speciale ka marrë prova të fabrikuara nga Serbia, krejt materialet e shpifjet kundër UÇK-s dhe krerëve të saj, gjykata speciale i ka marrë të fabrikuara prej Serbisë. Prandaj për këtë gjykatë është normale që Kosovës të referohen si Kosovo i Metohia, tha Mirena. Edhe gazetari Pari Molluri kërkoi reagim nga institucionet në Kosovë. Zyrtari i prokurorisë së Hagës i referohet Republikës së Kosovës si Kosovo i Metohia, ku janë Albini, Albulena, Xhela, Meja Krist nga një postim për gjyqësorin e kapur, në këtë rast për gjykatën speciale të kapur nga Serbia, ka shkruar ai. Deputeti i PDK-s Artan Berhami e ka kritikuar ashpër gjykatën speciale, e cila në një dokument të saj i është referuar Kosovës si Kosova dhe Metohia. Ai ka bërë me dije se me këtë referim, kjo gjykatë ka kthyer kohën e ish diktatorit serb Slobodan Milošević. Në profilin e tij në Facebook, deputeti i PDK ka shkruar se speciales nuk i mjafton fakti që nuk ka asnjë simbol të Kosovës. Prokurorisë së gjykatës speciale nuk i ka mjaftuar që është shërbyer me dezinformata, dokumente të falsifikuara dhe dëshmi të rreme nga Serbia. Nuk i ka mjaftuar që aty s'ka flamur, s'ka emblem, s'ka shenja të shtetit të Kosovës, e pas ka rikthyer kohën e Miloševićit duke ringjallur frazën fashiste Kosova dhe Metohia. Duket se aty punojnë dy lloje të njerëzve, burokrat ndërkombëtar që udhëhiqen nga mendësia e Serbisë dhe ndoshta zyrtar të shtetit serb të punësuar si burokrat, ka shkruar Berhami. Ndërkohë hulumtuesi i IKD-s Astrid Kolaj tha se përdorimi i këtij termi nga Prokuroria Speciale bie ndesh me kushtetutën e vendit, si dhe cënon sovranitetin e Kosovës. Gjykata speciale është themeluar nga institucionet e Kosovës dhe vepron mbi ligjet e Kosovës, andaj tani më që është zbuluar një term i tillë dhe është përdorur në një takim të një personi që është intervistuar nga zyra e prokurorit të specializuar, për ne si IKD është e papranueshme, si dhe ky term bie ndesh me kushtetutën e Kosovës, edhe pse ka qenë një term i përdorur vite më parë dhe është sqaruar. Ne mendojmë se ZPS-ja dhe gjykata në tërësi duhet të jenë shumë të kujdesshme dhe të respektojnë ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, dhe në asnjë mënyrë mos të përdorin terma që bien ndesh me kushtetutën e vendit. Një term i tillë përdoret nga një vend, siç është Serbia, dhe se një Kosovë si shtet të pavarur